Ne fituam në raundin e parë dhe ju falenderoj përzemërsisht të gjithëve. Në këtë raund të përsëritur, kërkoj sërish konfirmimin tuaj, sepse për pak vota na hoqën fitoren. Nuk është hera e parë që provojnë këto lojra me Gostivarin, por jam i bindur se me ndihmën tuaj dhe mbi gjitha me vullnetin e Zotit do ja dalim gjithë së bashku. Kjo është një sfidë që i takon Gostivarit dhe mua dhe të gjithëve së bashku ta fitojmë përballë atyre që donin të na hiqnin vullnetin dhe të drejtën tonë për të vendosur për fatin e këtij qyteti. Ndaj, ju lutem të gjithë për të rishprehur vullnetin tonë, të dalim si aleancë kombëtare për integrim e të dalim si Gostivaras. Për çdo një që i ngatron emrat dhe faktet, kandidat për kryetar komune jam unë, Valbon Limani, 45 vjeçar. I biri i 2 prindërve të ndershëm, baba i 3 vajzave të mrekullueshme dhe bashkëshort i një gruaje po aq të mirë, mjek me profesion, që besojnë në Zot më shumë se çdo gjë dhe për parimet e Zotit nuk bëj kompromis me asgjë.